Rikthehemi sërish në studio të nderuar shikues, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës. Në këtë hapësirë të ftuarit të ditës do të diskutojmë një mozaik çështjesh që emërues të përbashkët kanë zhvillimet politike në Kosovë. Me mua në studio është bashkuar analisti mentor Nazarko. Faleminderit që jeni me mua në këtë bisedë. Përshëndetje, Knesi. Ndalemi fillimisht tek një zhvillimi i ditës së sotme përpara se të ndalemi tek aktualiteti politik në Kosovë. Ndahet nga jeta në moshën 78 vjeçare, ish kryeministri i qeverisë së Kosovës që ka dhënë një kontribut për gati një dekade në Kosovë, Bujar Bukoshi. Cili ka qenë roli i tij në qeverinë e Kosovës sa kohë? Po, nëse flasim për qeveri, do duhet patur parasysh atë veçantësinë e asaj lloj qeverie. Themelimi i asaj, po themi, ekzekutivit si institucion, ka qenë një nga ato iniciativat e presidentit Rugova, i cili edhe ai në fakt nuk ishte, po themi, zgjedhur nga një shtet i njohur ndërkombëtarisht, pra institucionet e shtetit të njohur ndërkombëtarisht, por ai u përpoq të ngrinte një sistem paralel i cili funksiononte në kushtet e apartheidit që ekzistonte asaj kohë në Kosovë dhe të pajiste atë sistem paralel me ato që ishin institucionet apo organet kryesore të një shteti normal, pa presidencën, kryeministrin e tjerë. Ky ishte ai qëllimi i tij i dukshëm, por në fakt ai i dha nëpërmjet zgjedhjes së doktor Bukoshit, pra presidenti Rugova i dha nëpërmjet zgjedhjes të Bukoshit si kryeministër, i dha një figurë përfaqësuese e cila do komunikonte me faktorin ndërkombëtar, por ndërkohë do të ishte edhe në cilësinë e embrionit të një qeverie të ardhshme, në rast, po themi, të fitores, apo në rast të afirmimit të alternativës vetë qeverisë, vetë po themi, të pavarësisë, i dha një, po themi, një lloj shkolle politike atyre që ishin ministrat, i dha një lloj mundësinë që të bënin eksperiencë politike, ashtu siç dhe organizoi rezistencën që zhvillohej në Kosovë, rezistencën pasive, sipas konceptit rugovian apo gandian të kësaj rezistence, duke krijuar gjithashtu mekanizma solidariteti, që do të thotë akumulimi mbështetje financiare nëpërmjet një diaspore të fuqishme si ajo kosovare, nëpërmjet mekanizmave që parashikohen nga lëvizje të tilla, siç ishte për shembull fondi 2%. Pra, përgjithsisht diaspora kosovare në mënyrë vullnetare ka dhënë 2% nga të ardhurat e veta në mbështetje të kësaj qeverie. Ky ishte një mekanizëm i cilën mendoj që e krijoi dhe e bëri funksional kryeministri Bukoshin. Ai ishte një figurë e cila kishte lidhje me botën gjermanike, ishte mjek, ishte urolog. Në far kuptimi kjo është e përbashkëta e atyre politikanëve në Shqipëri dhe Kosovë, përgjithsisht që vinë nga mjekësia. Kishte studime të mira në Gjermani, mund të kishte bërë një karrierë shumë të mirë si mjek për shkak të bashkëpunimit me mjek të shquar të asaj fushe, por zgjodhi të përkushtoi politikës dhe ngriti praksisoi sipas këtij koncepti që u thash, rezistencë pasive, të financimit të rezistencës pasive, madje edhe financimit të rezistencës armatosur. Do të thonë në fillim të viteve 90, në Shqipëri erdhën grupe shqiptarësh të Kosovës, të cilët duhet apo donin të trajnoheshin ushtarakisht me ndihmën e ushtrisë, po themi, të kohës, ishte ushtria e regjimit të Ramiz Alis. Ata vendosën lidhje, patën një periudhë të caktuar të këtij trajnimi, u zbuluan nga shërbimet jugoslave dhe përpasoj këto iniciativa u lanë në mes tyre duhet përmendur ka qenë dhe Ademia Shari, do një figurë e shquar. Me zotin Bukoshin lidhen disa organizime kapilare që mbështeteshin pikërisht te ky mekanizëm financimi që posaçërisht parashikonin mbështetjen e të rinjve shqiptarë që donin të studionin, shqiptarëve të Kosovës, pra krijimin e elitës të ardhshme të Kosovës, që ka qenë gjithashtu një nga gjërat brillante të atij organizimi. Natyrisht për të qenë në rregull me historinë, zoti Bukoshi ishte dikush i cili kishte lidhje të privilegjuara me Partinë Demokratike të zotit Berisha, të cilën e ka mbështetur edhe financiarisht.
radio televizionit shqiptar, po ashtu të redaksinë në Kosovë, se mendoj që është ajo qeveria e tij e cila ka mbështetur këtë një edicion lajmesh i personalizuar thjesht dhe vetëm për zhvillimin në Kosovë. Duan të thonë që zoti Bukoshi po ashtu apo qeveria e tij e mbështeti Partinë Demokratike në një përpjekje që u bë mbas vdekjes, vrasjes së zotit Tajdari, edhe për të ardhëzuar qeverinë e kohës, qeverinë Nano, por kjo është një gjë e cila ende nuk është provuar në plotëninë e vet. Ishte dikush që favorizoi afrimin e krahut të armatosur të lidhur me LDK-n me UÇK-n, e cila kishte proveniencë apo origjinë të majt, dhe mbas çlirimit të Kosovës, ishte dikush që nuk ka patur profil të lartë. Ka patur një marrëdhënie relativisht të qetë, nuk u shpërfaq asnjëherë ndonjë kontradikt publike e tij me presidentin Rugova, por megjithatë ishte dikush i praj që dinte se çfarë thoshte. Unë mbaj mend, kam takuar para se atë ditë që vdiq presidenti Rugova dhe më bëri përshtypje një citat plot nderim që i tij për Rugovën, ai ishte një figurë që nuk u ndal kurrë për të promovuar shtetin e Kosovës, alternativën paqësore pro-perëndimore të Kosovës, dhe bëri këtë me zyrtarët e të gjitha niveleve të shtetit perëndimore, duke filluar nga punëtorët më të thjeshtë deri tek ministrat apo te presidenti. Kështu që kjo është në një farë mënyrë profili i kryeministrit Bukoshi sipas asaj kujtesës historike që ekziston rreth tij. Në fakt, një tjetër ngjarje e rëndësishme në vitin kur ai u emërua edhe në krye të qeverisë së Kosovës asë kohe, në vitin 1999, ishte dhe marrëveshja e Kumanovës, ose siç njihet ndryshe marrëveshja ushtarako-teknike e Kumanovës. Janë bërë gati 26 vite në fakt, ditën e djeshme ka shënuar 26 vjetorin e nënshkrimit të kësaj marrëveshje. Sa rëndësishme ishte kjo marrëveshje për zbehjen e represionit serb në Kosovë në vitet e mëpasshme. Ajo ishte një marrëveshje që kishte shumë përmasa. Natyrisht e nënshkroi ajo që ishte ushtria e NATO-s. NATO ishte çlirimtarja de jure e Kosovës. Posaçërisht general Jackson, i cili ishte udhëheqësi i kësaj njësie të NATO-s, komandanti pastaj suprem ishte Clark, ishte generali Clark, dhe marrëveshja synonte dhënien fund në fakt të represionit serb nëpërmjet tërheqjes së të gjitha njësive ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova, të Serbisë apo të Jugosllavisë. Jugosllavia vazhdon të ekzistonte si bashkimi i dy entitete, Serbisë dhe Malit të Zi. Pra ky ishte dimensioni numër 1, tërheqja e të gjithë trupave policore dhe ushtarake represive nga territori i Kosovës. Dhe me një afat të caktuar. Momenti i dytë, po ashtu i rëndësishëm i kësaj marrëveshje ishte vendosja e një buffer zone apo një zonë mbrojtëse në kufit e Kosovës, aso kohë e konsiderohej kufi administrativ, pra asaj që de jure quhej Krajina Autonome e Kosovës, pra 5 kilometra larg nga kjo vijë kufitare, ushtria serbe, ushtria jugoslave nuk kishte drejt vendos asnjë lloj instalime ushtarake. Pra ishte si garanci mbrojtëse dhe ndalim fluturimi 25 kilometra nga vija kufitare e Kosovës. Natyrisht në atë marrëveshje parashikohej që në rast të normalizimit të marrëdhënieve midis ushtrisë jugoslave dhe ushtrisë të KFOR-it, misionit ushtarak të KFOR-it, i cili aso kohë ishte ndoshta në fillim ishte 50.000 ushtarë. Në qoftë se këto marrëdhënie do të normalizoheshin, kjo zonë do të hiqej ashtu siç ndodhi para disa vjetësh, ndoshta në mënyrë të parakohshme. Marrëveshja kishte po ashtu një dimension të rëndësishëm indirekt rikonfirmimin e kufive të Kosovës sipas kushtetutës së vitit 1974. Pra një dokument i tillë me vlerë ndërkombëtare, sepse u firmos nga një ushtri si e NATO-s, e njohur ndërkombëtarisht dhe ushtrisë jugoslave, në fakt ishte, si thosh, dokument i rëndësishëm për shtetin e ri të Kosovës që lindi më pas. Ishte një dokument po themi që shënoi kapitullimin e ushtrisë jugoslave praktikisht. Ishte në mbështetje të atij që ishte
plani apo marrëveshja Ahtisaari Çernomordin, që ishin një marrëveshje që i dha fund 72 ditorit të bombardimeve të NATO-s mbi Jugosllavi. Ishte kjo marrëveshje prej së cilës, pra marrëveshje që nënshkroi Ahtisaari Çernomordin, për ata që se dinë, Çernomordin ishte ish kryeministri i Rusisë së kohës, kurse Ahtisaari ishte ish presidenti i Finlandës me eksperiencë në vendet e Ballkanit. Pra kjo marrëveshje që u nënshkrua me presidentin Milošević polli marrëveshjen e Kumanovës, e cila ishte një marrëveshje që i dha fund pushtimit Jugoslavi, i cili zgjaste prej 100 vjetësh. Dhe ajo që e ilustron në fakt këtë moment kaq jo thjesht simbolik, në fakt ishte thelbësor. Është një video e cila qarkullon nga hyrja e ushtrisë gjermane në Prizren, kur një oficer, po themi, i nivelit caktuar, ndoshta major, ndoshta kolonel, i ushtrisë serbe, i ushtrisë jugoslave, i kërkon ushtarakut gjerman dhe pak kohë përtej atij që ishte ultimatumi i përcaktuar nga kjo marrëveshje, siç e quajtë aty teknika ushtarake e Kumanovës. Dhe ai tha, ke vetëm 15 minuta kohë. 2 minuta kaluan, ke edhe 13 minuta. Është diçka jashtëzakonshme, emocionale. Dhe gjithë kjo bisedë u zhvillua në praninë të disa qytetarëve të Kosovës, të cilët sapo ishin kthyer nga ato kampet e Shqipërisë. Pra, ishte diçka jashtëzakonshme. Dhe për ta përkujtuar sot, në fakt, është nevojshme që të themi diçka tjetër. Në kjo marrëveshje ishte themeli, në fakt, dhe i vendosjes së misionit ushtarak të KFOR-it, që natyrisht ai u autorizua me një rezolut nga Këshilli i Sigurisë i Kombeve të Bashkuara, por duhet patë parasysh pra që në origjinën e vet KFOR-i do duhet kishte brenda edhe Rusin, pra edhe trupat ruse. Dhe në atë moment u vure si produkt i pakënaqësisë së qarqeve ushtarako civile apo përfaqësuesve të industrisë ushtarake të Rusisë po themi që kishin marrëdhënie preferenciale me oligarkët e kësaj industrie, siç shihet edhe sot konflikti Rusi-Ukrainë, që në aeroportin e Prishtinës u vure një mobilizim i trupave ruse, të cilët duhet bënin pjesë të ky mision i përbashkët me NATO-n. Pra, siç u thash, në misionin fillestar nuk do ishin vetëm trupat NATO, por do ishin edhe trupa ruse, do ishin trupat Emirateve të Bashkuara Arabe, nuk e di, mbaj më të mirë nëse ishin edhe trupa saudite, trupa zvicerane po ashtu, dhe pra edhe vende jo njohëse të Kosovës, dhe pra u zhvillua një inkursion i trupave ruse të cilët vinin nga Bosnia, tentuan që të vinin me avion, ju ndalua hyrja nga Bullgaria apo nga Hungaria, të cilat hynë para trupave të NATO-s në territorin e Prishtinës. Dhe në atë kohë, praktikisht, thuajse u konsumua një incident i cili mund të çonte luftën e tretë botërore. Sepse generali Clark, amerikanët u gjetën pa përgatitur nga ky inkursion rus, i cili ishte një lloj sprove e krenarisë ruse përballë poshtrimit që vinte nga vendosja e trupave të NATO-s në një shtet si Jugosllavia, i cili konsiderohej si zonë influence ruse. Do kishte qenë zonë influence historike, kishtare, ushtarake, ekonomike e tjerë, dhe krenaria ruse pra bëri një sprov të fundit për tregu dinjitet përballë një vendimi që ishte poshtrues, sepse po largoi ushtria jugoslave dhe atëherë u konceptua kjo lëvizje ushtarake e një misioni rus, ndoshta duket ishin diku 500 ushtar rus, dhe në arkivat të ruse, një intervistë që unë kam bërë dhe që do transmetohet sot në radio televizion shqiptar me ish ambasadorin shqiptar në Rusi, Shaqir Vukaj, nga arkivat ruse del që ishte Putini, aso kohë ishte drejtues i shërbimit sekret rus, FSB-s, që kishte ideuar
edhe pa lejen e Jeltsinit një veprim të tillë. Pse u konsumua një incident që mund të çonte luftën e tretë botërore. Generali Clark, i gjendur pa përgatitur, urdhëron generalin Jackson, i cili më vonë u bë shefi i shtabit të ushtrisë britanike, që të kërcënonte, të urdhëronte trupave ruse të tërhiqeshin ose do të goditeshin. Dhe generali Jackson refuzoi këtë urdhër. Generali Clark i tha, unë jam komandanti yt. I tha, zotëri, i tha, i përgjigj Jackson. Në qoftë se bëhet fjalë për luftën e tretë botërore, atë unë i marr urdhat nga shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë britanike dhe jo nga ty. Dhe duhet të jetë gjetur një lloj kompromisi, këto arkivat e historisë do flasin pas, dhe kjo bashkëjetesë e trupave ruse në territorin e Kosovës sotme me trupat e NATO-s u zhvilluan përgjithsisht në mënyrë paqësore. Natyrisht ka patur dhe incidente, për shembull ato një postoblok i tyre, ato vendosën dhe në një qytet tjetër. Ka dhunuar një herë ato që u bë më vonë ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, bëhet fjalë për majin 2000, dhe por pastaj kriza ekonomike e Rusisë solli në reduktimin e një pasnjëshëm të këtij misioni rus derisa të çojnë në largimin e tij. Pra, ky ishte në një farë mënyrë konteksti i marrëveshjes Kumanoz dhe është e rëndësishme që klasa politike, shoqëria e Kosovës, elita e saj ta përkujtojë këtë ngjarje, veçanërisht për brezin e ri, që ta kuptojë që ajo që sot Kosova ka është produkt i një angazhimi të perëndimit, është produkt i angazhimit të NATO-s. Është një ngjarje veç çlirimi i Kosovës, pra i cili nisi me kërcënimet, me rezolutat e Këshillit të Sigurisë të OKB-s, me angazhimin e madh diplomatik amerikan, ku lobi hebre që udhëhiqte diplomacinë amerikane apo dhe segmentet të ushtrisë së saj, ishte një angazhim i perëndimit në përgjithësi, do të thotë dhe i Francës, do të udhëhequr nga presidenti Chirac, duke rrezikuar luftën e tretë botërore, siç ja solli ndërmend këtu, pra duke zvogluar, duke dobësuar rezistencën ruse ndaj veprimit të tillë ndërhyrës, i dhanë pavarësinë Kosovës. Ky moment, siç u thash, i përplasjes me Rusinë, por edhe i qëndrimit të rusë në fakt, i cili për shkak të dobësisë ruse, dobësisë ekonomike, dobësisë financiare, krizës për shkak të dizintegrimit të Federatës Sovjetike dhe pastaj Federatës Ruse, solli pranë në shirimin e Kosovës dhe është mirë që krejt ndryshe nga ajo që ka ndodhur në Shqipërinë komuniste në 44-45, ku çlirimi i atribuoi thjesht dhe vetëm veprës ushtrisë partizane të udhëhequr nga Enver Hoxha dhe jo angazhimit të bllokut sovjeto-amerikano-britanik, pra është mirë që të njihet, të vlerësohet në përmasat reale angazhimi perëndimor për çlirimin dhe dhënien e shtetësisë Kosovës. Zhvendosemi tashmë tek aktualiteti politik në Kosovë, në këtë hulli mosmarrëveshjesh mes partive politike në Kosovë, vendoset data e zgjedhjeve të ardhshme lokale që do të mbahen në tetor në datën 12. Si parashikoni këtë zgjedhje? Në kushtet kur ende nuk është konstituar qeveria dhe kuvendi? Po, së pari duhet patur parasysh që Kosova ka një traditë që dallon nga Shqipëria, traditë pragmatike të bashkëpunimit mes partive. Domethënë, pavarësisht se në nivel qendror partitë e Kosovës mund të jenë në luftë me njëra tjetrën, luftë politike me njëra tjetrën, kur vjen puna në nivel lokal, ato bashkëpunojnë me njëra tjetrën pas një lloj skrupulli ose pas një lloj pengese apo autocensurimi që vjen nga qendra. Do thotë, vetëvendosja mund të bashkëpunojë me LDK në nivel të një komune, ndërkohë që në nivel qendror nuk bashkëpunon. Është një lloj autonomie e atyre që janë organe lokale të partisë për të vendosur me kë bëjnë koalicion. Kjo tregon, e bëra këtë premis për të nënvizuar atë që afrimi i zgjedhjeve lokale nis një pazar intensiv, cilësisht, por edhe në pikpamje sasiore mes partive. Dhe kjo do të ndikojë në një mënyrë ose në një tjetër dhe në atë që është rezistenca apo
kufizime që kanë partit për të bërë koalicion për të prodhuar qeverinë. Natyrisht, ka një skenar kryesor i cili po përvijohet, ose po konsolidohet, faktë, është tashmë i përvijuar, sipas cilit partitë e opozitës aktuale, pra ato që nuk arritën të afirmoheshin si shumicë, ndonse nëse referohemi votës shqiptare, ato janë më shumë se sa vetëvendosja, bashkimi hipotetik i tyre. Këto partitë duket se janë të vendosur në idenë e tyre për të mos bërë koalicion me zotin Kurti në nivel qendror, po e theksoj gjithmonë në nivel qendror. Dhe megjithatë duket sikur zoti Kurti synon që ta vazhdojë këtë paqeverisshmëri, për këtë qeverisje kujdestare deri në zgjedhjet lokale. Madje ka një skenar tjetër, po themi ekstremist, sipas të cilit kjo lloj qasje, pra me qeveri kujdestare, të udhëhequr nga zoti Kurti, mund të vazhdojë deri në zgjedhjet presidente që bie diku nga shkurti i vitit tashëm, duke e mbajtur Kosovën praktikisht në buzë të një humnere politike të brendshme, por edhe ndërkombëtare, sepse praktikisht Kosova do të qeveriset nga një, po themi, trup politike e cila nuk ka autoritet, nuk ka legitimitet të plotë. Dua t'ju sjell në vëmendje këtu një deklaratë Albulena Haxhiut, që pasi kreu dhe takimin me presidenten Vjosa Osmani për të propozuar datën e mundshme të zgjedhjeve lokale, që ishte tashmë është data 12, duke thënë që ndoshta në të njëjtën ditë mund të zhvillohen dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare dhe zgjedhjet lokale. Sa i mundshëm mund të ishte ky skenar, pasi ajo deklaroi gjithashtu që edhe Partia Demokratike e Kosovës është dakord me këtë ide? Në fakt, dije ka qenë një takim edhe i kryeministit në detyrë Kurti me kreun e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, në komunën e Mitrovicës. Pak zoti Kurti e paraqiti këtë takim si pjesë e një vizite të tij në komunën e Mitrovicës Jugut, Mitrovicës Veriut, takimit me autoritetet lokale atje, por unë imagjinoj që është diskutuar edhe politikisht, eventualisht edhe për të shkuar tek zhvillimi i kohëshëm i këtyre zgjedhjeve. Unë mendoj që kjo nuk është një veprim kushtet disa i mençur, sepse mendoj që nuk nisur nga disponimi elektoratit të Kosovës, nuk mendoj që do të kemi ndryshime të rëndësishme në preferencat e tyre. Madje mendoj, por gjithsesi, do të thënë zonja Haxhiu nëpërmjet kësaj preference për të zhvillimin e një kohëshëm do të tregoj fuqi, do të krijojë idenë që shikoj se elektorati nuk na konsideron ne si shkaktar se kësaj krize të gjatë me 30 përpjekje, nuk e di sa, për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, po konsideron opozitën. Pra kjo është është një lexim apo një mesazh që jepet indirekt, mesazh fuqie i vetëvendosur, nuk e konsideroj të tillë. Po, a mund të kenë prodhuar humbje të elektoratit për gjatë kësaj kohe të krizës politike, dy kahet, pra opozita dhe mazhoranca në këtë rast? Sigurisht, po... Të mërzitur ndoshta nga kjo krizë politike? Do duhen bërë sondazhe, nëse lexohen ata që janë opinionistët më të arsyeshëm madje edhe të afërt me vetëvendosin, ata konsiderojnë që megjithatë elektorati konsideron dhe vetëvendosin si një nga shkaktarët e kësaj krize. Kështu që unë nuk shikoj në momentin që palët kanë këtë disponim për të mos bërë koalicion me njëra tjetrën. Pra nëse e ruajnë këtë disponim edhe pas këtyre zgjedhjeve, nuk shikoj ndonjë rezultat i cili të sjell qartësi apo siguri në krijimin e qeverisë. Nuk shoh as bashkëpunim midis partive opozitare për të krijuar një subjekt koalicioni i cili pas t'i vendos ata t'i vendos përballë vetëvendosit. Kështu që në kushtet e paqartësie të tilla nuk shoh se si mund të zhvillohen zgjedhje të tilla. Natyrisht, edhe për të shkuar tek ato zgjedhje, do duhet të respektuar një procedurë që është parashikuar në kushtetutë dhe ende nuk ekzistojnë ato kushte për të shkuar në zgjedhje të parakohshme. Këto kushte çfarë nënkuptojnë? Nënkuptojnë
ose vetë shpërndarja e parlamentit për shkak se nuk arrin dot që të marrë një vendim caktuar për të miratuar një qeveri, ose kur presidenti sheh që parlamenti dështon për krijimin e qeverisë, të marrë një vendim të tillë. Nuk jemi ende në këto kushte, pra as të vetë shpërndarjes parlamentit, as të shpërndarjes tij prej presidentes, kështu që unë nuk shoh as kushtetutshmërisht se si mund të shkohet tek një skenar i tillë. Gjithsesi është një mendje lehtësi pa tolerueshme, pa lejueshme ky sport i zgjedhjeve të shpeshta në një vend i cili ka emergjenca të mëdha edhe në planin e brendshëm, po edhe në planin ndërkombëtar. Gjithë këto zhvillime që po ndodhin rreth e përqark, po edhe të ndërlidhur me një krizë që është ajo Rusia-Ukraina, se mund të kenë efekt. Mund të kenë efekt edhe në marrëdhënien Serbi-Kosovë. Kosova duhet të përforcojë shumë se sa më përpara marrëdhëniet me Perëndimin, me atë Perëndim që shliroi në qershor 1990. Unë nuk po e shoh këtë gatishmëri, nuk po e shoh këtë ndjeshmëri që Kosova të jetë një shtet funksional, përkundrejt atyre që janë detyrimet e saj ndërkombëtare. Këtu, si keni lexuar ju mungesën pikërisht të një iniciative nga një faktor i tretë që është shumë i rëndësishëm ndërkombëtar, Perëndimi, ndoshta edhe Evropa, për të lobuar ndoshta këtë konstituim të kuvendit dhe më pas formimin e qeverisë së re? Shkojmë, Perëndimi ka hallet e veta. Konflikti Rusi-Ukrainë është konflikti më i rëndësishëm, ndoshta pas luftës së dytë botërore. Po flitet për skenar ndryshëm, sekretari i përgjithshëm i NATO-s fliste për rrezikun e sulmit të Rusisë mbi një vend NATO-s brenda 5 vjetësh. Po flas pastaj për paralajmërinë që ka dhënë shefi i shërbimit sekret të Gjermanisë, po ashtu, për rrezikun e sulmit rus në një periudhë të tillë. Dhe këto sherret banale që prodhon politika kosovare nuk janë aq të rëndësishme për të, kështu që ata preferojnë që të kenë status quo-ja, e cila nuk sjell probleme, është më e mirë se sa investimi në një skenar i cili nuk ka qartësi se çfarë do të sjellë. Duhet mbajtur parasysh po ashtu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë faktori më me ndikim, duke se janë tërhequr nga Ballkani. Po të lexonim një deklaratë ish ambasadorit amerikan në Maqedoni, që ka qenë edhe zëdhënës i dikushëm i sekretaris Albright, Philip Ricker, thoshte shkoni mos prisni që Ballkanit ketë rëndësinë që ka patur në këto 30 vjetët e fundit. Nuk do ta ketë, pavarësisht se ballkanasit mendojnë që duhet ta kenë. Dhe kështu që nuk shoh sepse perëndimorët do të përfshiheshin në një zgjidhje në një krizë të tillë, pra që nuk ka qartësi skenar. Pra është një lloj ngatrese me disa nivele. Niveli i parë është niveli kushtetues. Pra edhe sikur të zgjidhet kjo krizë, ajo do të shfaqet sërish në rastin e zgjedhjes presidentes. Pse nuk ka arritur deri te niveli kushtetues deri më tani? Kemi parë her pas here në deklaratat e deputetëve nga radhët e opozitës për ta çuar çështjen e kushtetuese, por siç duket nuk ka ende dritë në horizont në këtë aspekt. Po në gjykatën kushtetuese ka shkuar një kërkesë e cila nënkupton apo synon që të ketë votim të fshehtë në rastin e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Unë mendoj që në këtë... Gjë që nuk ka funksionuar në fakt. Nuk ka ende një përgjigje nga gjykata kushtetuese. Mendoj që qëllimi që qëndron brapa kësaj kërkese është ai që me votën e fshehtë ndoshta mundësia që të përdoret eufemizmin blihen deputet të veçantë të një partie apo të një tjetre mund të funksionojë ndryshe nga mundësia për të blerë një parti apo dy parti apo krerët e tyre, pra të cilët janë më kompakt se sa ndonjë deputet i veçantë. Nuk po shoh po themi gatishmëri as për të shkuar te skenari një qeverie me bazë të gjerë, që është propozimi i LDK-s, kështu që më duket një sjellje kokfort absurde që nuk është thjesht dhe vetëm me vetëvendosjes, po është edhe partive të tjera. Pra absurditeti ka karakter të përgjithshëm. Nga ana tjetër, vijon ka në fakt për të 29 herë dështimi i konstituimit të Kosovës. Ju mendoni se skenari i mundshëm do ishte deri në një numër të pacaktuar? Siç u thash, dy janë ato
skadencat kohore, të cilat janë interesante nga këndvështrimi taktik, ose nga këndvështrimi pragmatik për vetëvendosjen, ose zgjedhjet e parakohshme, pa 12 tetori, kur fillon ky pazari i partive për më jep Prizrenin, t'jap Gjilanin, më jep Gjakovën, t'jap Rahovecin, ku duhet se çfarë, cilë pra si thash partitë kanë maksimumin e elasticitetit tyre negocial. Në qoftë se këto zgjedhje do të zhvilloheshin pa këtë pazar, pra pa këtë marrëveshje me vetëvendosjen, unë mendoj që siç e kanë treguar zgjedhjet e fundit lokale, vetëvendosja nuk do të ketë rezultat aq të favorshëm sa që ka në nivel qendror. Pra në zgjedhjet në nivel lokal hynë në lojë variabla, domethënë faktorë të cilat kanë karakter lokal. Zotin Kurti, e shihni në pozita të vështira aktualisht? Sigurisht e shoh pozita të vështira sepse nga njëra nuk ka mbështetje ndërkombëtare, unë nuk shoh se cili shtet është i gatshëm që ta mbështesë atë. Ndoshta Britania e Madhe, por nuk kam informacione që ta mbështes këtë supozim timit. Ndoshta Kroacia, por Kroacia nuk është një faktor përcaktues vendimtar për atë se cili do të jetë po themi koalicioni i qeverisës në Kosovë. Kështu që e shoh pozitë vështirë edhe për atë se statusi i tij pa përcaktuar, pa legitimitet të plotë, bën atë të ekspozueshëm ndaj veprimet të prokurorisë, e cila po heton disa çështje për korrupsion në fushën e energjisë, por edhe në fushën e bujqësisë apo në ndonjë fushë tjetër. Pra në kushte të tilla ai e ka horizontin e ngushtë të veprimit vet. Natyrisht aty është një figurë e cila gjithashtu është interesante, është presidentja, e cila synon të marrë një mandat të dytë. Të mandat të dytë mund ta marrë nga vetëvendosja ose mund ta marrë nga bloku tjetër. Kanë të njëjtat raporte si më parë? Si keni lexuar raportet? Nuk i ka, duket qartësisht që nuk i ka. Për hir të vërtetës, presidenti është i vetmi institucion i cili ka akses ose ka po themi protokoll ndërkombëtar të plot. Do më pritet takohet. Ne parë në fakt dhe takimet me zotin Trump, në fakt. Ato natyrisht për një shtet serioz, shteti amerikan, edhe një shtrëngim dore është i kontrolluar. Pa diskutim, pa ajo është po themi që i vetmi institucioni i Kosovës i cili ka po themi profil ndërkombëtar të rëndësishëm. Po siç e shoh, dhe ajo është në atë dilemë, në dualitetin, se cilin blok të mbështes për të garantuar rizgjedhjen e saj. Nëse nuk e garanton këtë rizgjedhje, ajo sigurisht do dëshironte që nëse nuk do të rizgjedhej, të hynte në politikë, të rikthehej në politikë me një rol profilit lartë, kryetar partie, por natyrisht krijimi i partie të re është diçka shumë angazhuese, por nuk shoh shenja që ta zëm Lidhja Demokratike e Kosovës, partia për cilës erdhi ajo, të jetë e gatshme që t'ia japi këtë rol, ashtu siç nuk shoh se si partia apo subjekti që ajo krijoi guxo, që tani e udhëheq ministri i jashtëm Gërvalla, që është shumë e afërt me zotin Kurti, të mund t'ia japin një rol të tillë, por sikur t'ia jepin nuk shoh se si nuk shoh një po themi një shtëpizë të re politike e cila mund të jetë në përputhje me atë që është aspirata, egoja apo po themi përfytyrimi i zonjës Vjosa Osmani për të ardhmen e saj politike. Sot në Kosovë po qëndron presidenti i Shqipërisë. Unë imagjinoj që kjo është një vizitë e thirrur, e organizuar me ftesë të presidentes Osmani për t'i dhënë asaj një profil, për ta fuqizuar profilin e saj për krizën e Kosovës, ndoshta edhe për të kërkuar ndihmën e tij për të dhënë këshilla apo për t'u angazhuar për zgjidhjen e krizës, ndosë e shoh shumë të vështirë. Nuk besoj që jemi në kushtet kur presidenti i Shqipërisë, edhe një president pa profil fuqishëm politik, siç është ai, siç është Begaj, të mund ndikojë
mes atyre feudalëve kosovar për ta zgjidhur krizën. Kështu që këto janë disa zhvillime që lidhen me presidenten apo me krizën. Nuk shoh dritë në fund tunelit për zgjidhjen e krizës, natyrisht ka shumë propozime edhe për po dëgjoj, po flisja dje me një profesor LDK-s, i cili thoshte ndoshta duhet që të votojmë kandidaturën e zonjës Albulena Haxhiu dhe pastaj për ta krijuar krizën në momentin e krijimit të qeverisë, sepse Kushtetuta e Kosovës, po edhe një vendimi 2014 për zgjedhjen kryetarit të parlamentit nuk parashikon afat për të, pra për zgjedhjen kryetarit të parlamentit. Kjo është arsye pse po kemi të 30-in apo sa do shkojmë deri në fund. Kurse për zgjedhjen e qeverisë, pra për krijimin e qeverisë, parashikon një afat 15 ditor. Dhe ky është momenti kur mobilizimi i opozitës mund ta krijojë krizën, pra ato që po themi vetë shpërndarjen apo situatën në cilën presidenti ndërhyj për ta shpërndarë parlamentin për shkurt të zgjedhjeve të parakohshme. Çfarë shikoni në interesin e opozitës për veprimet e ardhshme? Unë mendoj, por ndoshta kjo është më shumë dëshirë si një aktivist, po themi çështjes kombëtare, që ne mbaj veten, një qeveri me bazë të gjerë. Si rruga më e mirë për të krijuar konsensus, aq i nevojshëm për të përballur me ato që janë krizat ekzistenciale të shtetit të Kosovës. Pra shteti i Kosovës nuk mund të mendojë që i ka zgjidhur përfundimisht çështjet e shtetësisë vet, sepse madje në mënyrë autolezioniste, domethënë vetë dëmtuese, zoti Kurti përsëritet ndërkombëtarisht një fjali vetë dëmtuese, pra siç është ajo që Kosova e ngjan Ukrainës dhe Serbia e ngjan Rusisë. Qofse është kështu, pra që Kosova e ngjan Ukrainës, atëherë Ukraina mund të ndahet. Ose brenda territorit të Ukrainës mund të ketë 4 njësi të cilat do të kenë një status autonom të kontrolluar de facto nga Rusia. Dhe Krimea mund të legalizohet përfundimisht si pjesë e Rusisë. Çfarë vlere ka kjo paralele që ngre zoti Kurti? Pra në kushtet kur shtetësia e Kosovës nuk është konsoliduar ende ndërkombëtarisht, nuk është antar OKB-s, është mirë që Kosova t'i paraqitet vetes me një fytyrë solide. Për t'u përmendur këtu, me një referencë vogël nga historia, po lexoja një koleg timin të ri, Selim Mehmeti, një postim shumë i ndriçuar që tregonte këto peripetësit që ka patur klasa politike drejtuese e Shqipërisë në fillim të viteve 20, ato betejat lidhen e kombëve për të konsoliduar kufijt ndërkombëtar të Shqipërisë aso kohë, që kërcënoheshin nga Jugoslavia dhe nga Greqia, dhe kur krahu i Komitetit për Mbrojtjen e Kosovës u hequr nga San Prishtina, bënte presion tek udhëheqësit, pra tek elita e kohës dhe me difrashët e Fanoli e tjera për të ngritur në lidhjen e kombëve çështjen e Kosovës. Dhe dikur me difrashi, thot ky tekst, i tha në mënyrë ironike, por edhe i zëmruar nga ai presioni vazhdueshëm që i vinte nga kjo përbërësja kosovare e lëvizjes son kombëtare. Tha, mos mendoni vërteta që lidhja e kombëve ka tërmendën, ka tërhallet tek çështja e Kosovës dhe kosovare. Pra, e solla këtë shembull të paralele historike për të thënë që bota nuk ka hallin e Kosovës, Kosova duhet të zgjidhë vetë hallet e veta, që Kosova të zgjidhë hallet e veta duhet t'i tregojë perëndimit një fytyrë bashkëpunuese, një fytyrë po themi gjë që ka ende punë për të qëndrueshme, një koalicion të qëndrueshëm dhe jo ndarjen apo përçarjen siç po e shohim sot. Zoti Nazarko, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë bashkëbisedim. Faleminderit për gjithë opinionet tuaja. Edhe për mua ishte kënaqësi.